Drejtuesja e Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë në PD, Ilda Zhulali, gjatë fjalës së saj në një aktivitet të LGDSH mbi rolin e gruas në politik, është shprehur se gratë kanë nevojë të dëgjohen. Sipas Zhulalit, përtej retorikës së fushatave që e trajtojnë kauzën e grave si një mod, është thelbësore që programet politike të hartohen nga vetë gratë, pasi ato i njohin më mirë problematikat dhe dinë si t'i komunikojnë ato. Ky komunikim, thekson ajo, duhet të nisë së pari brenda strukturave të grave në parti, si lidhja demokratike e gruas, për të qenë më të qarta dhe më të fuqishme në kërkesat e tyre. Për të kaluar më pas tek mobilizimi i burimeve. Në të dyja fushatat, sidomos për ato që kanë për herë të parë, ka një pritshmëri që do të ketë për shembull një mbështetje maksimale nga partia. Pra ti do të kesh gati një staf që do të punojë për ty, do të kesh një shumë parash që do të dedikohet dhe që do të shpërndahet në mënyrë të barabartë, që qasja nëpër media do të shpërndahet në mënyrë të barabartë për gjithë kandidatët, por nuk është fare kështu. Dhe sistemi që ne kemi ngritur sigurisht favorizon ato që tashmë kanë një përvojë në politikë, që madje kanë ato lidhjet e ngulitura, ndërsa për ato që janë hyrje të reja, ne themi mirëpresim mirë po kjo mbetet më tepër një fjalë që është shumë e bukur sot që flitet në emër të gjithëpërfshirjes. Të jemi gjithëpërfshirës, ne kemi gjithëpërfshirë, në fakt nuk është fare kështu. Kështu që ne duhet flasim për këtë dhe nëse ne nuk e ngrem këtë problematik me njëra tjetrën dhe në kohën e duhur, pra jo pasi ka ndodhur dhe me zemrimin e asaj që ka ndodhur, por kur përgatitet ajo fushata e ardhshme, atëherë ne nuk do ndryshojmë asgjë, por do ta lëmë situatën po ashtu siç ishte. Apeli i Zhulalit është për një rishikim të taktikave politike, duke filluar punën për zgjedhjet e ardhshme lokale që tani dhe jo në muajin e fundit të fushatës.